Gjellëshanë u dhe ruj fjallën e ti dhe do garantoj për ujtjen e fjallës e ti. Dhe sigurisht sa që vjen Ramazani, na kujtohen ajetet e Kur'anit, zbritja e ti për 23 vjet, do të thot në periudhën mekase dhe periudhën medinase. Dhe gjithsesi, kur këto na kujtohen, atëherë na bin mend shumë kujtime, shumë ngjarje. Për shembull na bin mend betejë e Bedrit, na bien mend sakrificat e mëdha që kanë bën njerëzit me rujt fjalën e Zotit dhe me çun vend amanetin e Allahut që ja ka dhënë njerëzve, sepse vetë fjala amantu billah, me besu Allahun, është nga Kurani pra, që ne i kemi dhënë amanet, e kemi marrë si amanet këtë besim në Zotin xhaleshanehu, po edhe Kuranin e kemi amanet, dhe ky Kur'an është zbrit për mbar njerëzimin. Pra edhe është zgjidhje dhe solucion dhe platformë për mbar njerëzimin. Dhe sigurisht që hatmet, pra leximi komplet i Kuranit duhet shtohet në këtë muaj të begatë Ramazanit. Duhet sa më shumë të bëjmë hat me Kuranin, sa më shumë ta lexojmë ata, sa më shumë të punojmë rreth tina dhe të merremi pra dhe të sakrifikojmë atë kohën tonë që na ka dhënë Allahu, për cilën pra edhe u betu në kohën. E kjo kohë tjetë e zone, pra me Kuran, me leximin e ajeteve kuranore dhe me gjona të cilat kënaqet mendja dhe zemra e njeriut dhe shtohet kapitali i sevapeve. Dhe gjithsesi, kjo është me të vërtet një mirësi e madhe pe anës Allahut Dhul Xhelal. Kurani pra, i cili është që vjen me dy emra, Kuran dhe Kitab, do thot Kuran dhe Kitab, do thot pe fjales kira e me lexu, ikra, pra do thot që duhet lexohet. Dhe Kitab si libër, shpesh vjen me këtë emër në Kurani, po vjen edhe me Furkan, që dalluesi vërtetës nga e kota, vjen si Shifa, do me thonë shërus, ka shumë emra pra që përmenden në Kur'an që aludojnë për Kur'anin, por gjithmonë Kitab edhe Kur'an përmenden shpesh në Kur'an. Unazzalna alayka al-Qur'ana tibyana li kulli shay'in, pra ne kemi zbrit Kur'anin si zgjidhje për çdo gjë. Prandaj pra në Kur'an kemi gjitha shkencat e mundshme, shkencat eksakte, shkencat humane, kemi për agjërimin, kemi për ibadetet, kemi për dispozitat shariatike, çdo gjë e gjejmë në Kur'anin famlart si platformë për njerëzimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.